ti ke 17 kompani të pjesëtarët të familjar. Po, seansën e kaluar. Si mund ta kërcënosh një deputet? A informacion nuk jepet nga Ministri i Financave. Por Ministri i Financave me aksesin që ka të ati në dogana nuk mund të marrë të dhëna që janë personale dhe të atu në surrat një deputeti vetëm për ta mposhtur atë dhe për ta denigruar. Kështu që duhet të ketë për shumë problemi më i madh që ka edhe BE-ja, je kam dhe unë, është mungon llogaridhënia dhe transparenca. Si ka mundësi që kontrolli i lartë i shtetit është institucion kushtetues dhe pengohet nga qeveria të kryejë kontrolle. Ai sa kryetari saj i KLSH detyrohet të kërkojë ndihmë ndërkombëtarëve, kur ai është detyrim kushtetues. Unë kam qenë ministër finance, kur vinte kontrolli i lartë i shtetit, takimin e parë bënë me ministrin, kryetari vet. Në prani ishte sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Financës dhe ai më thoshte që ka ky moment, është ky plan kontrolli, unë e merre e shikoja, japë sekretari i përgjithshëm, i liroja zyrën, se është detyrë e institucionit, sa ta punojnë edhe 3 muaj dhe 4 muaj. Po. Pse kemi bërë hapa pas? Si mundet? Unë i kërkoj institucione financiare, unë i kërkoj ministrit të infrastrukturës, zotni, kush i vodhi 8.5 milion euro të garancisë për ofertën? Thonë e kemi hequr me vendim qeverie. Si heq ti? Kush je ti që taksat e shqiptare ja fal dikujt tjetër? Sepse ai kur është futur në garë, çdo kompani duhet të lë garanci për ofertën, se nuk bëhet tendis si do qefin kompania. Unë vi, po nuk më pëlqeu dhe unë të rriqem. Do paguash një penalitet se vonohet 6 muaj procesi portit, që është port strategjik. Do flasim për të, po duhet ta marr hapasapi për protestën. Pra, të krijohen grupe. Po. Me platforma online, me çështje konkrete. Kush është për politikat bujqësore? Kush është për politikat industriale? Kush është për reformat kushtetuese? Kush është për reforma në drejtësi? Të marrim modelet më të mira, të s'ka nevojë. Mjafton një njeri që ka kredibilitet të jetë ai që merr feedbacku dhe unë jam i bindur, kam gjithë ata shqiptarë jashtë Shqipërisë që më shkruajnë. Duam ta ndryshojmë vendin tonë. Punoj me kompanitë më të mëdha të fondeve të investimeve. Kam bërë universitete më të mira në botë. Kanë kredibilitet se janë promovuar në bankë botërore, në FMN, në IFC, në kompanitë e konsulencës dhe duan vendin e tyre. Pra, duhet të ecë paralelisht. Nëse nuk duam që të ndodhemi si në rastin e pranverës arabe, këto grupe pas një lloj synimi për përfitim të promovimit politik apo të akseseve në para, ata duhet punojnë me shpirt. Këto dokumenta pasaj pasi mblidhen, bëhen draft për opinionin publik, për gjithë opinionin publik shqiptar. Dhe ta ndihmojmë që kur të vi puna, se puna do vi si tek ndryshimi kushtetutës. Që vajtën 140 deputet, se thonë të blokon Rama. Nuk blokon do të Rama, si nuk blokoj atë drejtsin. Sepse ai thotë bëra unë, po ti di shumë mirë se gazetari ishin 140 veta. Absolutisht. Për ata që nuk e mbajnë mend, ambasadori amerikan atko Donald Luke ka bërë një protestë një ditë para votimit dhe protestë që të miratoi në të kundërt do kishte probleme. Jo vetëm ata që nuk e mbajnë mend. Jo vetëm atë, dhe ne duhet jemi mesazhet e disa deputetë që nuk donin e tjerë. Jo, mesazhet me SMS në orën kaq, në datën kaq para votimit do të paraqitesh në ambasadën amerikane. Po. Atyre jepnin profilin e tyre që kishin në database-in amerikan dhe pastaj thoshin vazhdoni dhe absolutisht. Shumë dhe ishte edhe BE-ja, nuk ishte Amerika, reformë drejtësie kishte si thuaj, ajo ishte partneri strategjik, kryesisht për SPAK-un, por reformë në tërësi që ka dështuar në mënyrë më të poshtë. Do flasim, do t'i marrim hapasapi. E asistonte nga afër Bashkimi Evropian. Duhet të kthehet më pas në një parti politike, zoti Malaj, apo jo? Kjo lëvizje duhet të ketë ky qëllimi final apo jo? Shiko, mua më pyesin shpesh studentët. Jam i djathtë, a duhet të merrem me politikë, jam i majtë, a duhet të merrem me politikë. Nuk ka rrugë më të drejtë për drejtë, nëse ti ke integritet dhe dashuri të shërbesh vendin tënd se politika. Se ti mund të bësh protesta sa të duash, por nëse nuk arrite që me veprim politik të bësh ndryshime kushtetuese, ndryshime institucionale, protesta nuk arrin shpresën që shpreson shqiptarët. Dhe nëse protesta dështon dhe vret shpresën shqiptare, nuk e dim se kur ajo rikthehet prapë. Prandaj është përgjegjësi e madhe atyre që e kanë nisur protestën dhe duhet mendojnë mirë se çfarë ndodh në të ardhmen. Ti ndonjë gjë kam thënë dhe unë. Tashmë dhe ata kanë përgjegjësi sepse i kërkuan njerëzit. Njerëzit shkuan, tani vjen hapi i dytë. Po kemi edhe një mësim që edhe ju edhe unë kemi thënë. Nëse partitë e vogla
në zgjedhjet e fundit parlamentare, do kishin dalur jashtë gëçmoqeve të tyre. Dhe do kishin bërë një grup politik ku janë bërë 10 maj dhe të djathtë, do kishin marrë vota sa do dominonin marrëveshjet për qeverisje. Absolutisht, jam dakord. Unë kam në një gjë duke lexuar. Këta shpeshton, po si mund të bashkojnë partitë e majta dhe të djatha, partitë të ndryshme. Ka një mision. Kur Cameron ishte kryeminist i Anglisë, mori në koalicion edhe një qeveri të djathtë, po që ishte ekstreme, gati 90% kundër programit të tij. Dhe i thanë, si ka mundësi? Ju su përputhen programet. Jo, tha, ne kemi marrëveshjen sinqerta. Pra aq kohë sa majorancën e ka mundta, do zbatohet programi i partisë time. Nëse ta arrijen të bëjnë majoranca, unë jam i detyruar të zbatoj programin e tyre.